Ndryshe nga ndërtimet e pas viteve 90, shumë banesa të cilat janë ndërtuar jo dekada, por shekuj më parë, i kanë rezistuar çdo tërmeti. E tillë është edhe banesa e familjes Topuzi në fshatin Trepsh të Dibrës. 88 vjeçari Tush Topuzi thosë se shtëpia e tij mund të jetë mbi 300 vjeçare, pasi në këto formë mbajnë mend edhe paraardhësit e tij. Sipas 88 vjeçarit, banesa ka mure me përmasa të mëdha dhe i ka bërë ballë çdo tërmeti të rënë. Kull mbi 300 vjet. Kjo, gjyshi se mba mend. Selmani i vjetër. Nuk e mba mend kur të bë. E kam bë murator nga Llokova e Maqedonisë. Gjënësia e murit është 75 cm. Ka shku tërmetet forta në disë dyshin, një meshe disë dyshin, se lujti. Në gjithë shtatën po, më pas po, që i mba mend tonë disë dyshin i mba mend, se këmë zhjonë një 5 vjeçur në disë dyshin. Që në 38. Ndërkohë 88 vjeçari Tush Topuzi me profesion ka qenë mësues, por ka kaluar shumë peripeci në jetë, sidomos në regjimin e para viteve 90. Unë ku mbaru shkollën për gjuhë letërsi, të lartën. 18 vite gjysëm nërsim, më pas me 7 maj 1967 prangët. Më arrestuan edhe ku mbëbu 7 vite e gjysëm. Arsia arrestimit ka qenë gjëja si mbastine, arrestim u bë, gjëja për lidhje me udhbën. Në një kohë kur gjyshi im Selman Topuzi është vrasë e gjemfush në luftë me serbët 1912. Selman Topuzi. Edhe burg në këmë bën s'pash mërdis. Parësi sepse vllai im i burgët si në kësha bë unë njeri i kësha dhe në shkollën dhe të lartën, u futet dhe në parti, ishte doktor i Ministrisë Brendshme. 4 vëllezër antar partije. Gruaja ime, bashortja ime, nan me 3 fëmijë, ka bërë shkollën e mesme qytet Zanzëve në Tiranë. Personi i cili më ka spionu, jeton është edhe sot gjallë. Emri e cilit nuk e them. Tush Topuzi thotë se nuk ka dashur ta regjistrojë si monument kulture banesën e tij, ndërsa shpreh se do ta lërë trashëgimia amanet pasardhësve që ta ruajnë ashtu siç e ruajtën të parët e tij. Baba, je hoqën e partijat me balt, edhe i bëna me dras, ka pasur gjakun e madh